Ky emision mundësohet nga Mirë. Përshëndetje. Si e? Mirë, ja. Faleminderit edhe një herë për mundësinë për të qenë me ty. Opozita përherë ka hapësirë më shumë se pushteti, shkaku se opozita e flet gjuhën e popullit. Po, besoj do duhet të ishte pa marrë parasysh a je në opozitë apo në opozitë, gjithmonë ta flasësh gjuhën e popullit. Të paktën për ata që më njohin mua, e dinë se unë jam konzistent në qëndrimet e mia, edhe kur s'kam qenë politik, edhe kur jam politik, edhe mendoj se vazhdoj tash edhe si opozitar të jem konzistent në qëndrimet. Unë kam qenë edhe zog kritik edhe brenda qeverisë kur kam qenë për disa sende, sepse vetëm ajo është mënyra se si realisht qytetarëve duhet t'ia ofrosh të vërtetën. Por edhe nisi është, në Maqedoni politika është politikë, kështu që ndonjëherë humb buslën. Për ta sqaru, unë të mora leje për të drejtu Fatmir thjesht për shkak të moshës që e kemi dhe që nuk drejtohem si shok burgu, po drejtohem thjesht si një njeri tjetër që kemi ardhur të diskutojmë për tema të ndryshme. Do ta nisim me LSDM-n. A është duke u kriju lëvizja për reformën LSDM apo çka është ndodhur? Jo, mendoj që kjo që po ndodh është vetëm pjesë e reformimit të LSDM-s që ka filluar pothuajse këtu e dy vjet. Unë kam qenë edhe më parë mjaft kritik nëse mund ta thush atë fjalë, po mjaft i drejt për drejt që gjatë fazës së reformimit edhe ristrukturimit duhet të hapësh vend për të gjithë. Ata të cilët ndajnë të njëjtat vlera dhe të njëjtat ideologji. Ti japësh mundësi. Po, nëse në një moment caktuar një pjesë e caktuar e njerëzve e ndjejnë se s'kan hapësirë për ta shprehë mendimin e tyre, ata do gjejnë forma të ndryshme. Mendoj kjo ishte ajo që ndodhi, një grup i njerëzve të cilët kanë prapavi politike në LSDM, por kanë edhe bagazh të madh institucional, eksperiencë pune që nuk është për t'i nënçmuar. Thanë që duhet të flasin, duhet të mblidhen bashkë dhe të flasin për të ardhmen e vendit, mes të tjerash edhe për të bërë opozitarizëm. Mendoj se unë nuk e shoh si... A është brengosës për ju? Unë nuk e shoh si moment brengosës, i vetmi moment brengosës për mua është se kjo do duhej të ndodhte brenda në parti me leadershipin aktual, jo me kryetarin, por me të gjithë në leadershipin aktual, që dal nga dal t'i përafrojnë mendimet dhe LSDM-n ta kthejnë atje ku e ka vendin, ajo është e mund të VMRO-n. Se të jemi të sinqertë, VMRO-ja asnjëherë nuk do humbet zgjedhjen prej asnjë parti tjetër politike përveç prej LSDM-s. Kur jemi te mundja, te humbja dhe fitoria, a i shihni këto sondazhet e fundit? Po. A edhe si komentoni brenda? Është faza e ristrukturimit. Unë për momentin nuk jam pjesë e leadershipit, komunikoj me pjesë të leadershipit. Jo, unë jam vetëm deputet, si deputet me funksion jam pjesë e Këshillit Qendror. Aty i diskutojmë. Mendoj se sondazhet janë vetëm pasqyrë fazës riformatimit dhe ristrukturimit të LSDM-s. Tash varet se ku do jenë zgjedhjet, por mendoj se mendoj se edhe para një kohë, një vit, më duket kishim emision bashkë që edhe atëherë shpejtësia e ristrukturimit duhet të jetë shumë më e shpejtë për mua, si Fatmir, mendoj se duhet ta mbyllësh atë kapitull dhe të vazhdosh në kapitullin tjetër. Ajo është
të ripozicionimit të LSDM-s para qytetarëve, sepse sondazhet kanë dy anë. Një e kanë anën që tregon se ku qëndron partia, ku qëndron LSDM-ja, por e ka edhe anën që tregon se qytetarët në përgjithësi kanë humbi interesin për politikën dhe bie interesi i tyre që i bie se në zgjedhjet e ardhshme cenzusi i daljes të jetë shumë i vogël dhe momenti i tretë që partitë aktuale në pushtet humbin një numër të konsiderueshëm të votuesve të tyre. Por unë jam prej atyre që e shoh oborin tim, nuk e shoh oborin e tyre. Nuk më intereson se sa ata humbin, të shpresoj se popullata do kthjellohet shumë më shpejt dhe nuk do e përkrahin këtë çfarë po e shohim në skenën aktuale, posaçërisht nga VMRO-ja si bartësi i pushtetit, dhe do i japin hapësirë atyre të cilët kanë pak mendje më të hapur për një shtet siç është Maqedonia. A shen në fokus ti në horizont zgjedhjet parakosh? Mendoj se po. Ka mjaft arsye. Mendoj se ka një faktor kyç. Ajo është jo trysnia që e bën opozita për të pas zgjedhjet parakoshme, është gjendja ekonomike edhe ballafaqimi me situatën ekonomike do i shtyn këtë qeveri që të shkon në zgjedhjet parakoshme që të blen kohë. Por e dini si është, ju mund të bleni një vit, mund të bleni 2 vjet. Realisht i humb 2 vjet në zgjedhje. Por i humb 2 vjet, ndikush mund ta gënjen vetveten se po i fiton 2 vjet. Fatkesia është që kur nuk ke ide dhe vizion se si ti përmirësosh si ta përmirësosh situatën, ti blerja apo humbja e viteve vetëm shkojnë në dëm të qytetarëve. Prandaj them, kjo është faktori kryesor që do e shtyn këtë qeveri që shkon në zgjedhjet parakoshme. Ka parë shteti? Jo. A do të brengosën? Shive, tani nëse flas në të njëjtin fjalor që flet kryeministri, se ai ekonomia më e fuqishme. Jo, unë e kam atë momentin tjetër, ai thotë këta po flasin në mënyrë defetiste, po tregojnë se shteti nuk shkon mirë, se do bankroton e tjerat. Është për herë të parë në historinë e shtetit modern të Maqedonisë së Veriut, në 35 vjet, që ne kemi vitin e kaluar, edhe atë kryeministët e të tjerë po mundohen të harrojnë, mos ta thë. Ne përfunduam vitin me 8% të hyra më pak. Se vjet, se 2025. Jo, në 2025, në planin, në buxhetin e planifikuar, shteti nuk arriti të grumbullon edhe për skaj deficitit. Ajo është huamarrjeve që i ka pas, të grumbullon mjaftueshëm pare, 8% prej planit ekzistues. Që i bjen se 8% e shpenzimeve që normalisht janë planifikuar aty nuk mundesh me i pagu, vetëm u kalun në vitin 2026. Nëse 8% vitin paraprak kanë mungu, po 8% shpenzimeve i ke bo në 2026, sepse ata nuk presin, ti duhesh me i pagu, i bjen që këtë vit, me këtë trend, ty do të mungojnë më shumë se 10% të hyrave. Që i bjen se në fund të vitit më shumë se 10% e shpenzimeve nuk do jesh në gjendje ti pagush. A përkthehet ai 8% që në 16%? Jo gjithmonë, unë jashtoj vetëm një 2% më shumë, sepse 2% në 8%, kur ti ashtojsh, në proporcion është 25% më shumë. Po, pare. Po. Në ekonomi që ashtu matet, tash unë nuk po du me bo që kjo është më fundi e bankrotimit, sepse nëse do shkojshim në variantin që vjet 8%, këtë vit 16, do i binte që për 100% të zvoglohen të hyrat. Unë po e shtoj vetëm një trend që po e shohim gjithandej. Edhe tash me rebalancin bile e pam se këta po e pranojnë një gjë të tillë. Për ata që dojnë me lexu numrat, vetë pranojnë se shtimi të hyrave vjen nga 2 burime. Burimi i parë janë donacionet, tatimet.
Jo, tatimet stagnojnë. Okay. Tatimet janë të njëjta, bile në disa prej tatimeve ose të hyrat tatimore janë në zvoglim e sipër, në rebalans, por janë rritën i themi ne të hyrat jo tatimore, ku hynë edhe donacionet, pa ata janë një herë vinë, nuk vinë çdo vit. Dhe dy, rritet deficitit buxhetor, do të thonë do rriten huae, që do merë borxhe, që do merret për të mbuluar shpenzimet. Dhe këtë e thot qeveria, nuk po e them unë. Numrat e tyre. Do të thonë, këta po thojnë që shteti është stabil, po të hyrat na stagnojnë, rrisim borxhin, shumë prej të hyrave do jenë prej donacioneve, a mbulojmë çka? Mbulojmë shpenzime që janë të përhershme aty. Sa ai po thotë ne deficitin do e rrisim, po nga ana tjetër do na rriten shpenzimet rrjedhse që i themi për 4.5 miliard, për 70 milion euro. E dini kur ti rrit një shpenzimet rrjedhse që ata asnjëherë më nuk zvoglohen. Ajo i bën sikur në një familje. Jo të zvoglohen. Po, absolutisht. Ajo sikur në një familje ti të thush, aha, pe fus edhe një shpenzim ekstra, për marrë edhe një kredi, unë e di që do e paguaj patjetër, ama edhe pse të hyrat i kam më të vogla, ama vllau do më ndihmon tani, e kaloj disi këtë vit. Po vitin e ashëm çka kemi bë? Pra. Ku o vllau? Motër. Tash Maqedonia as vllau as motër s'ka, se ne kemi prish punë me gjithë. Apo, me lindje, me perëndim, me jug, e kemi vetëm për pushtetin aktual, e kemi në veri vetëm një vllau të madh që i shef, ama edhe ai vllau i madh e humbi një vllau tjetër atje në Hungari, që s'ka parë më. Kështu që situata është për të brengos. Unë nuk po e them, nuk po e them nga aspekti opozitar, unë po e shoh çdo ditë në sektorin e biznesit. Që kanë problem të jashtëzakonshëm me likuiditetin. Nuk ka para. Kjo vëret edhe nga agjencione që nuk mund t'i bëjmë pagesat, kontratat në vepër që nuk mund t'i bëjmë pagesat, ankesat e punësumëve që nuk mund marrin rroga për shtetin. Absolut, kishte një të dhënë për disa muaj administrata tatimore. Tha, deri me datën 15 kishte mbi 50.000 paga pa paguar. Që 50.000 është pothuajse 10% e numrit total të punësuesve në vend. Këto janë kontrata në vepër. Jo, në përgjithësi, pagas janë paguar. Që kalojnë nëpërmjet administratës tatimore. Që i bjen ti ke kontribute më pak, ke tatim personal më pak, sigurim shëndetësor më pak. Edhe ke në fund të ditës para më pak në qarkullim te populli. Në sektorin e biznes, e ndërtimtarisë. Unë ja u thash gjatë diskutimit në rebalans, që ndërtimi i lartë, si sektor që ne e masim, ka rënje për 30%. E din që më thonë? Po, ama ne nuk e kemi problema ndërtesa, a ka rënje atje, ne kemi ndërtimin e ullët. Interesant, po, ndërtimi i ullët është me para prej shtetit, me borxhet që po i merr në emën të qytetarëve. Në afat gjatë, kjo nuk sjell zhvillim. Por nëse në ndërtimin e lartë, ne po shohim që vazhdon të ndërtohet. Rënja ku është? S'ka likuiditet, s'ka para që qarkullon mes tyre. Jemi kthy disa shekuj mbrapa, ku kompenzimi, anglisht i thojnë clearing, pastrimi i obligimeve shkon me të mira materiale. Të jap unë një motor, ti më jep diçka. Të jap një vetur, ti më jep një banesë. Ma jep banesën, unë t'jap qimentën. Ti e merr qimentën, tjetrit ja shet, por në fund kemi përfundu prap me banesë. Kjo s'ka qenë asnjëherë. Edhe në kohën e krizës më të madhe, tani e di që edhe këtu dikush mund të reagon. Jo, tani është kriza më e madhe. Let flasin tjertë për kur ka qenë edhe kur shteti është ballafoqur me krizë, gjatë periudhës Covidit, krizës energjetike, krizës ekonomike për shkak të Ukrainës. Qytetari në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe bizneset, nuk e kanë ndje mospasjen e mjeteve financiare për të shly obligimet në kohë. Ju keni për herë të parë që obligimet
e shërbimeve sociale, nevojave sociale, për kategorinë vonohen jo me ditë, me javë të tëra. Që ajo mund të ndodhë në një shtet vetëm kur ke problem të likuiditetit brenda buxhetit aktual. Me fjalë të tjera, unë e kuptoj se mbas 5 viteve ne do ta shesim shtetin për herë. Po, unë shpresoj se para 5 viteve këta do i ndrojmë, sepse nëse e lejmë mbas 5 viteve ti besojmë edhe 5 vite, ndoshta edhe mund të ndodhë kjo që po thoni. Unë nuk do e dëshiroja, beso, sepse do jenë vendime shumë të vështira. Ka një shpresë, të cilën këta në mënyrë unanime po e hedhin poshtë, ajo është ne do mund të shpëtonim shumë nga lehtë, po që se e shoh thonë do ndryshimet kushtetuese? Që nuk janë ndryshimet kushtetuese, nëse ne do parapregaditeshim për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndryshimet kushtetuese është elementi i fundit. Po atë për t'i bë të gjitha reformat që janë të nevojshme, që parat që Bashkimi Evropian na i ka vënë në dispozicion, ne 100% të tyre i shfrytëzojmë, ndoshta do na ndihmonin sa do pak ta zbusim këtë moment. Por nëse ne nuk bëjmë asgjë për integrimet evropiane, neve mund të na ndodhë një gjë. Ajo është Bashkimi Evropian thjesht të thotë na falni, po ju nuk jeni të gatshëm për të bërë reforma për ju, pse tani ne duhet t'ju ndihmojmë. Gjatë një krize të ngjashme që kishte Greqia para jo shumë gjatë, më pak se një dekadë, Bashkimi Evropian ju ndihmoi me një paku financiare si shtet antar i Bashkimit Evropian, pakoja financiare për 31 miliard. Edhe shpëton. Jo që shpëtun, por mendoj që ja dolën shumë mirë. Neve me 10 miliard neve mund na shpëtojmë. Ndoshta edhe me më pak. Por nuk kemi shtet antar. Absolutisht. Nëse rrin bankën rezerv, jam i gatshëm për të hyrë, ama akoma lidhset e këpucëve nuk i kam siç më duhen, se s'po më pëlqen ngjyra, po fal, pa askush nuk mund të të ndihmon. Tani ju e përmendët ndryshimet kushtetuese, unë jam një prej atyre i cili thotë që hajde po e lejmë anash për momentin ndryshimit kushtetuese. Sepse ka shumë emocione. Ndjellë emocione tek njerëzit. Pa hajde ti bëjmë gjitha reformat ashtu siç duhet. Sepse reformat thonë që do përmirësojnë jetën e qytetarëve në vend. Do ketë shërbime më të mira ndaj qytetarëve, do ketë rregulla shumë më të qarta për qytetarët, për bizneset. Bizneset do bëhen më konkurruese, do ketë më shumë punë, dhe në fakt do ketë ekonomi më të mirë. Hajde ta bëjmë atë. Ne çka marrim? Ja në reformën, në agendën reformuese. Ne marrim ligje të cilat nuk kanë kaluar asnjë filtr debatit. As në publik, as në parlament. Vinë në procedurë të shpejtë, vinë ditën e fundit, e thonë duhet t'i votoni sepse ju jeni bllokuesit, ngadalë po. Për kë po i bëni këto ligjet? Vetëm t'ju themi Evropës ja i bëm. Jo, unë i shoh, po i shoh fëmijët në rrugës. Ne po i bëjmë për ata. Se nesër, kur t'jenë ata në kohën, kur duhet vendosin, nëse ne nuk i kemi përmisu cilësinë e jetës këtu, cilësia e jetës nuk është vetëm të kenë më shumë parë njerëzit, po t'jenë më të sigurt, më pak të diskriminuar, të kenë mundësi të barabarta në këtë vend. Ai do të thotë, më falni, e din çka, nëse mu Gjermani më trajton më mirë, apo Italiani më trajton si njëri, unë do shkoj atjeve, nuk rri këtu. Apo arsyen statistikat e fundit ishin lindur më shumë fëmijë nga qytetarët e Maqedonisë në Gjermani, se sa nga fëmijë kishin lindur në Maqedoni. Po. Kjo është ekonomia e Maqedonisë në 10 vitet e kaluara, 10 vitet e tashme. Fatkeqësisht. Rebalansin e kaluam, duke folë me tema. Po pak a shumë ato janë në rebalans, kemi probleme serioze strukturore në këtë rebalans.
rritet goxha shumë ajo pjesa e deficitit buxhetor, shive, të rritet deficiti buxhetor brenda 6 muajve për 20%, 18%, është seriozisht shumë problem i madh. Duket ajo ndjehet e njerëzit. Jo për të ta bëu qefin se jetë full të drejtën, po thjesht duket. Unë e shoh se jam pjesë e ekonomisë edhe jam pjesë asaj që shkurtohet më një herë. Më thonë të marketingu me pjesë edhe ajo shkurtohet një ndër të parat. Pasi ka argjime tjera funksionimin e kompanive. Në Shqipëni kur ke qenë për herë të fundit? Para 10 ditësh, ndoshta 2 javë, ndoshta po 2 javë. Kene dole pa problema? Po. Me letë njoftim. Okay. Po, jam me pasaport diplomatik. Mirë, se tash disa nga kolegat të i ndalojnë mos vinë. Shive, mendoj se ne në më mëdhe, se atë dhe unë e kemi këtu apo, në më mëdhe, shkojmë si bitë të tyre. Unë, edhe kur nuk kam qenë në politikë, fakti që nuk jetoj çdo ditë aty, nuk jam përzim punë të brendshme të më mëdhejot. Okay. Sepse e donë si mëmë. Nanës nuk i përzihesh në punët e saj në nxjellën, sepse ajo din mas mirë ti se si e gatu nxjellën. Po. Kështu që çdo bir i mëmdheut duhet të sillet ashtu siç i meriton. Kështu që nuk i di sinqerisht arsyet. Për mu, po them si një person në politikë, po marr parasysh, a janë shkas deputetët apo dikush tjetër, mendoj se është sinjal goxha i keq nga dy anët. Që shteti të vendosë që dikën të ndalë në kufi, por edhe nga ana tjetër, sjellja e politikbërzve, bartës të funksioneve, që të komentojnë aq lehtësisht për sjelljen e shtetit shqiptar, mendoj që nuk është sinjal shumë i mirë. Kemi shumë punë këtu për të bërë. Neve na duhet edhe Mëmdheu, edhe Republika e Shqipërisë, na duhet edhe Republika e Kosovës, na duhen çdo vend në fakt që mund të na ndihmon, të na jep mend për të bërë më të mirë këtu në vend, për voja, mend edhe krejtje. Absolutisht. Si një shqiptar në opozitë, çka do ta kishe sugjeru Blenin veç një sugjerim të vetëm, duke qenë në pushtet veç 2 vjet? Mendoj që para partnerit të tyre të koalicionit, ndoshta t'i binë tavolinës një herë pak më shumë. Dhe thonë, na falni po i kalot vijet e kuqe. Okay. Sinqerisht po e them, jo për të bo super të tregoj, por mendoj se ca kufi janë kalu edhe ca procese kanë shku aq mbrapa sa gjërat nuk do hecin ashtu siç kanë hecë përpara. Këtu po e them me përgjegjësinë më të madhe që mund ta bartë, edhe argumentet qëndrojnë në këtë anë. Prandaj mendoj se ndonjëherë duhet të bish tavolinës thosh më falni, po kjo nuk ka lënë. Kjo kështu nuk ka lënë. Sepse nuk flitet për askën tjetër, flitet për fëmijët tanë. Po, për të ardhmen, po. Edhe të atyre, fëmijët e atyre. Shive, ne duhet të jemi, ne shqiptarë gjithmonë jemi kujdes për fëmijët tanë edhe fëmijët e tjerëve. Po. Gjithmonë kemi treguar se jemi të tillë. Në këtë moment flitet për fëmijët tanë. Po. Nëse ata nuk don kujdesin për të ardhmen e fëmijëve të tyre, është problemi i tyre. Ne prap nuk kërkojmë kur gjë më shumë përveç siguri për fëmijët tanë. Edhe kaq. A normalisht duke i siguru të ardhme të qartë fëmijëve tanë, ju sigurojmë të ardhme të qartë edhe fëmijëve të tyre. Po, patjetër. Zoti i shëndet atij që është shku në spital.
Tregon tash Vomëroja çka duhet të përmirësoje thjesht në krahasim me shqiptarët se jemi duke fol prej mediumeve, jemi duke fol me një retorik të 2016-s, 15-s, 17-s. Është tu bo një reprizë e njëjtë si Vomëroja atëhershme. Jo, nuk është tu bë, repriza është bë. Ata erdhën, Jo me duke po. ata erdhën në pushtet me atë narrativ. Dhe si duket don ta përfundojnë qeverisjen e tyre me atë duke thënë se ata janë të krenar, kurse gjithë tjerët janë të nështrum. Vëmëroja duhet kupton që në këtë vend krenar duhet të jenë qytetarë të këtij vendi. Po. Fatkeqësisht për ata, fatmirësisht për ne, që jemi pak më mendje hapur, qytetarët të këtij vendi kanë etni të ndryshme. Dhe kur jenë në situatë të tillë, nuk ka, unë jam qytetar i rendit parë, ju jeni qytetar të rendit dytë. Kjo kohë e qytetarëve të rendit parë dhe dytë ka kalu. Dhe çdo veprim që sjell, që dikush t'i trajton fëmijët tanë si qytetar të rendit dytë, nuk do ja lejojnë. Edhe kjo është Vëmëroja, ajo që duhet ta kupton. O do i trajton gjithë shqiptarët dhe gjithë qytetarët, turq, bosnjak, rom, serb, gjitha etnive, po edhe maqedonësit, pa më parasysh nga cila parti politike vinë, si të barabartë, ose mendoj se shumë shpejt do kenë problem serios në politik bërjen e tyre. Jo se po kënosëm se do ketë në revolucion, jo. Do humbasin për krahjen se qytetarët e thjesht janë lodhmë me mendime arkaike të shekujve më parshëm. Unë djeja u thash në parlament, të flasësh kur flet për ekonomi, të flasësh për industrializim, po të flasësh për industrializimin e vjetër 1-0 dhe 2-0. Është kohë e humbur. Në botë flitet për industrializimin 4.0, që është era inteligjencës. Jo, këto erë nuk kam inteligjencë. Ta shkthehen, nuk flasin për këto gjëra që do i kishin josh çdo të ri. Na do i kishin dhënë shpresë se në këtë vend ka një të ardhme, ata vendosin në pak të drejtat elementare, nëse mund të frymosh lirshëm, apo mos flasësh lirshëm në gjuhën që ta ka thonë nana. Këto janë sende që mendoj se Vëmëroja patjetër e ka për ta qartësuar me vetveten, qytetarët do ja qartësojnë shumë shpejt. E unë e di tash, do më thonë, po ne po investojmë në rrugica, në rrugë të trotuare, në gjitha anët. Ngadal. Po. Ajo është një element që ndikon në kohezionin social. Vetëm një element. Nëse ti më ke marrë të drejtën e të qenurit qytetar i lirë, nuk më duhet bërë rrugë? As kanalizim. Kam jetu pa kanalizim, do vazhdoj me jetu kanalizim. Nëse unë nuk kam të drejtë të shprej lirshëm se çka jam, edhe kur të shkoj me apliku, mos të frigohem edhe të gjejmë mik vetëm tek partitë politike për eventualisht të hynë në punë sepse ai më trajton në mënyrë jo të barabartë, më ka binë se vetëm ajo është rruga, shife, nuk më duhet mua asnjë gjë tjetër. Do vazhdoj edhe 20 vjet tjera të jetoj në kushtet e këqija se si kam pas. Kështu që, po, shteti e ka obligim për të ndërtuar edhe rrugë. Shteti e ka obligim për të ndërtuar edhe kanalizim, edhe ujësjellës, gjitha. Përfundja, shteti e ka obligim që të qytetarët e vet ti trajton në mënyrë të integriteti, mirëqenia, krenaria, ato janë më të rëndësishme. E tash, nëse ke ardhur në pushtet duke thonë ne prap do jemi krenar, duke aludu të një grup etnik, kurse tjertë le ta shohin ata për vete,
ose thon ndryshe në përkthim për tjerët nuk na bëhet vonë, atëherë ke problem serioz. VMRO-ja duhet ditë më parë ta kuptojnë se kjo është rruga e vetme që këtë shtet e shpije atje ku e ka vendin. Duke u bazohet e përvoja edhe të mënyra se si artikulon këto temat sociale, nuk e di a do jesh në politik 2030-ën, shpresoj të jesh për shkak të zërit kritik brenda edhe në pushtet. Tregom 2030-ën si e sheh Maqedoni. Si do doja ta shifja? Jo, si e mendon? Fatkeqësisht Si do doja ta shifja dim krejt. po. Do bëj. Un jam mëse i bindur se po të isha ai që vetëm pyetet, do kisha bën një grumbull të njerëzish pa rreth me të njëjtin mendim, edhe në 2030-ën sigurisht do ishim pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk do mendonte asnjë i ri që të merr shtetësi alternative për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht me gjithçka që po shoh se çfarë është duke u bën 2030-a, në fakt sepse në 2028-ën do e humbim garën. Mandej besoj do ketë një periudhë dëshpërimi. Jo vetëm dëshpërimi, por Bashkimi Evropian do ketë një periudhë i thojnë cooling, ku do ndalë procesin e zgjerimit. Ne do kemi situatë ku migrimi do jetë goxha i lartë, sepse gjeneratat e reja do kërkojnë alternativa. Dhe edhe pse ka disa projekcione demografike që thonë se sa do ishim në vitin 2050 nëse gjërat do bëheshin këtu, aty ka një parakusht, në fakt një supozim, që nëse në 2030-ën ne do bëheshim antar të Bashkimit Evropian, shteti në 2050-ën do kishte për rreth 1 milion qytetarë që banojnë. 1.2, ka variante pesimiste, optimiste. Por vetëm nëse supozimi bëhet i vërtet, ajo është që bëhemi shtet antar. Nëse nuk bëhemi, atëherë është projekcioni pesimist, dikon rreth 800.000, që i bjen që sjell probleme tjera demografike. Edhe për atyre 400.000 pensionistë. E shifni sa lehtë po i nxjerrin numrat, 400.000 pensionistë, një 300.000 fuqi punëtore në vendin tonë, edhe të tjerë të fëmijë ose nën moshën 18 vjeçare që s'kan çka bëjnë, sepse familjet e tëra do kërkojnë alternativa. Dhe alternativa nuk do të jenë shumë problematike, sepse do kesh gjithkënd rreth teja që është pjesë e shtetit antare. A do të kishe kërkuar alternativë? Unë do luftoj deri në ditën e fundit sa të jem politik që mos të bëj që as unë as mit të kërkojnë alternativë. Por hipotetike? Nuk mund ta them sinqerisht, sepse çdo ditë po bëj punë që qytetarët të vetëdijsojnë një ditë më parë që kjo rrugë që kemi kap nuk do krijon alternativa të mira për ata dhe për familjet e tyre. Prandaj unë nuk do thoja që do kërkoja alternativë për vete, por alternativën do e krijoja në vend. Pra po them, deri në ditën kur do heq dorën më nga politika. Unë edhe përpara shifaj alternativat në jetën time, edhe përpara kanë qenë jo vetëm në Maqedoni. Unë kam punu në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, sepse e kam kuptuar shumë më herët se Maqedonia është shumë treg i vogël. Kështu që nuk e them nëse nuk do jem në politikë që nuk do vazhdoj të shfrytëzoj rajonin si mundësi për të bërë atë që e di më së miri për ta bërë. Pyetje fundit, a zgjodh çështja e vjedhjes në banesën tuaj? Jo, asnjëherë.
Asnjëherë sepse asnjëherë sepse A ishte presion apo vjedhje? Jo, mendoj se ishte vetëm presion politik dhe mënyrë për të gjetë mundësi për diskreditim të Fatmir Bytyçit. Dhe mendoj që pyetjen duhet ta japin një ditë e vërteta do del fakti që për 18 muaj realisht 17 muaj total nuk kam asnjë komunikim zyrtar me iniciativën time. Disa herë kam dhënë deklarat në institucionet e Ministrisë Punëve të Brendshme, sepse asat nuk e kishin kryer ashtu siç duhet, që thjesht më thot që mbrapa saj ka qenë një skenar i mirë organizuar për diskreditim dhe presionit politik ndaj Fatmir Bytyçit, po unë ju kam thënë. Që kanë menduar se kanë me gjetë pare shumë të dhënë? Gjithçka, që do gjenë pare, se unë jam njësoj si ata që janë, sepse në fakt kriminalet më të mëdhenj në këtë vend nuk vinë nga asnjë parti politike që ata mundohen të njollosin, po vinë nga partia e atij që është në Budapest sot për momentin. Ata kanë dëshmuar se koka e tyre është e tillë. Dhe shive, ne kemi një thonjë të mirë që ujku qimen e ndron, po zanati nuk e harron. Dhe nuk e di çka kanë menduar, por unë ju kam thënë edhe vazhdoj t'ja u them edhe sot e kësaj dite, edhe pse pothuajse çdo ditë ka provokime të natyrës të ndryshëm ndaj meje. Bile dje një prej kolegëve deputet më tha, pse gjithmonë me ty po kapen, këta të vëmëros, sepse nuk ju pëlqejnë numrat, nuk ju pëlqejnë e vërteta që po ja u them, edhe s'kan argumente, mandej provokojnë, por përgjigja ime ka qenë, është dhe do jetë. Nëse është e shkruar nga ai lart që gjërat të ndodhen ndaj meje, unë jam i gatshëm t'i pranoj. Absolutisht. Askush tjetër nuk mund të vendos për atë përveç atij. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për kohën edhe mënyrën se si e shtjelluam bashkë duke pa nga prizmi social, jo politik, se mbi gjitha politika vjen e shkon, profesioni mbetet. Një faleminderit. Faleminderit edhe një herë për mundësinë për të folë për tema që mendoj se janë të rëndësishme për çdo qytetar në vendin tonë. Kënaqësi. Ky emision mundësohet nga